Përshëndetje për gjithë ju që më ndiqni. Sot kam sjell një super ëmbëlsirë, mund ta quajmë lirisht ëmbëlsira e vitit sepse ka një shije fantastike. Ëmbëlsirë me 5 shtresa dhe me 5 shije të ndryshme. Recetën dhe mënyrën e përgatitjes e gjeni në vazhdim. Produktet që kam përdorur për këtë recetë janë nga Dr. Oetker. Fillimisht në një enë të thellë bashkojmë biskotat e bluara me gjalpin, qumështin, shtojmë 2 lugë gjelle kakao, këtë masë e përziejmë mirë dhe kalojmë në një unaz që hapet në gjerësinë 22 me 22 cm. Shtresa e dytë, frutat e ngrira i kalojmë në tigan, shtojmë sheqerin, i ziejmë për 10 minuta, i shtypim me piron, shtojmë një seshtën e tretur, pasi të trashit si pudinku, e largojmë dhe hedhim sipër biskotave. Për shtresën e tretë, tundim panan e ftoftë me një pak ufill për torte, e kalojmë në shiring dhe hedhim sipër frutave. Po ashtu edhe kremin e festekut e shkrim mbi avull dhe e hedhim sipër, pasi të ftohet tërësisht, shkrim çokoladën mbi avull, shtojmë një lugë gjelle vaj për shkëlqim, e hedhim sipër kremit pasi të jetë ftohur tërësisht.